kjo lëvizje, cilat janë kërkesat konkrete, sepse ajo dhe thatë juve pak më herët që dorëheqja e qeverisë. Tani kjo është përfundimtarja vetëm dorëheqja e qeverisë? Dhe çfarë është ja u larguar dhe Rama nesër? Çfarë do të them mendimin tim. Përbëne pak ja dy gjëra, po a mund të specifikohet cilat janë kërkesat konkrete? Ja ta them mendimin tim edhe mendimin që kam hedhur dhe në tavolinë realisht, që deri në dorëheqjen e Ramës nuk është mirë të përmendet asnjë kërkesë tjetër. Edhe kjo lëvizja për kodin zgjedhor, unë kam qenë komplet kundër, sepse çdo kërkesë tjetër në këtë moment është ose protagonizëm ose dëshirë për përçarje. Deri në heqjen e Edi Ramës nuk duhet të merremi fare me këtë gjë. As kush është organizator, as a do dali parti apo të ikë ky. Shqyqyr po e lëshojnë dhe çunat, gangut, sepse spaku këtej po vepron. Të iki ky nuk e di, do me thonë se fjala korupcion me këtë ka arrit, nuk du të me gjithë një fjalë tjetër. Të iki zotëria, ky kryeministër më i korruptuar në gjithë historinë e Shqipërisë, do vazhdojnë kërkesat tjera, do afrohen intelektual tjerë, më besoni ka të rinj edhe brenda Shqipërisë, edhe jashtë Shqipërisë që janë shumë herë më të zgjuar se edhe unë, do vinë, do përpilohen kërkesat tjera, do bëhen organizime, do jetë frymarrja më e lirë, mediat do jenë më të lira. Ne kemi emisione sot që organizohen me qëllim për të prishur protestën. Ne kemi gazetarë sot, analista që dalin me qëllim për të prishur protestën, duke dhënë emra, duke na fshar, tjetri sot malokët. Kanë shku malokët atje. Mama pëlqej sidomos e përballja e Osman Stafës me Batona Gjiun, ishte gjë shumë e bukur që ja tha në sy. Shumë e bukur. Ashtu duhet hera parë ndoshta që ndodhi të cilët kanë kontribuar që ky pushtet i korruptuar të vegjetojë gjatë gjithë kësaj kohës. Shumë e vërtet. Prandaj edhe shpreha Rama Mburg Berisha Mburg ka dalë nga aty, sepse e kanë kuptuar gjithë që vegjetimi i këtij pushteti është gabimi i shumë palëve, nuk është vetëm gabimi i Edi Ramës.